So e vështirë është me kalun këtë rrugë? Po këtu jena të harru, mërë qyshin tash 30 vjetë ma mërmenja s'ka vënu kush dorë në këtë vend. Na kena fnit të bëjshë vetë, ako të vërshamo, si thuni se na ty rritë zëjtë ish, e ty rritë fnima. Ako të vërshamo, dhe zëjtë e thijet me ilan ishto ashtë hardhek, ako pëtën. Aja ty rritë fni, jena ty për të ardhë mentorën, si thuni që sa thëmë fnis nëse ma sese, pëse më ketë në gullin këtë vend, ako pëtën vërshamo. Këna ba me i knatën, si me kemë në kabun. Nuk e di, as 97 mos jeni në rrugë më të mirë në të betohem. A kupton për shembull. Këtu çorësira mo tash janë në 2025, po marrë 2025 apo vjen 2026, edhe të njëjtën zonë, domethënë si jena kanë para 10 vjeç, para 15 vjeç, para 20 vjeç. 97 në qoftë, kanë më mirë, sinqerisht kanë më mirë në kjo rrugë, kanë kaluar me çdo lloj mjeti. Sot shife. Është 30 vjet nuk është dorë ndas kovalor. Kanë kaluar në tube, kanë prishur të mos i sa kon. Do të mos zot vesh kena me ty pagu lek servise, makinash e ty qof me ty mesizme të shkolla. So vite ka është në këtë gjënje? Kjo sa shtro kur? Kur? S'kam nuk është dorë kur na. A jeni janë ku për këtë situatë? An ku jena boshpesh. Po si kora kush marrë pa nisaj punët. As me pastro kanal, as me sistemon e gjon, as me largu në javulli, as me largu në tel dritash, as me mëno në shtyllë dritash, ti po shëveci nga ecin ta fëmia. Ai është këta fëmijë të tonë vëllës. So shtëpia janë këtu? Shtëpia sa të dush, po këtë nishin shtëpia jone. Vetëm këtë zonë, po zona tjetër, se zona tjetër ka sa të dush. Katastrofë këtë. Këtë katastrofë këtë rrugë. Për mua këtë s'ka si me konë. Kush si kora më rapan. Sa problem është zotni me kalun këtë rrugë? Problem që sa të dush. Tash 30 vjet nuk